Në këtë studio tashmë për të bërë gati për një tjetër temë goxha interesante që lidhet kësaj here me ato që Agenda do të transmetojë nëpërmjet lidhjes saj të drejtë për drejtë. Qytetari aktive dhe nevoja për drejtësi sociale është ky aktiviteti, konferenca apo workshopi i mbajtur nga Caritasi Shqiptar. Shkojmë me njëherë te Genta, do të jetë me Albert Nikollën, drejtorin e Caritasit Shqiptar. Ja ku e shohim Gentën që është gati. Përshëndetje Genta. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Keni paraprirë temës, keni paraprirë të thuarit, unë dua minutat e mia mirëpafshim. Mirëpafshim. Faleminderit. Bert, përshëndetje. Faleminderit që jeni One Morning. Përshëndetje ju dhe përshëndetje gjithë teleshikuesve të Channel One. Që sigurisht janë të shumë dhe kur bëhet fjala për çështje sociale dhe për të qenë aktiv si qytetar, janë gjithmonë të interesuar. U zhbër një konferencë pak ditë më parë. Cilat ishin qëllimet e saj, organizimi dhe diçka më shumë? Ishte një konferencë që mendoj ishte jashtëzakonisht e rëndësishme për punën tonë, për punën e Caritasit, por ishte edhe një aktivitet i ndërthuar midis organizatës së Caritasit dhe një organizate që ka si qëllim të saj kryesisht qytetarinë aktive, që është organizata CODE, Coherent Development Albania, ose zhvillimi koherent, pra zhvillimi koherent në Shqipëri. Për faktin sepse drejtësia sociale është boshti themelor i punës së Caritasit, sepse Caritasi nuk mund ndalohet vetëm tek puna konkrete në ndihmë të personave në nevojë, por Caritasi është në themelin e tij dhe edukim për drejtësinë sociale dhe pastaj nëpërmjet këtij veprimi ai kërkon drejtësinë për njerëzit. Në mënyrë që secili të jetë i mbrojtur në identitetin e vet, secili të jetë mos ketë njerëz që huajnë, mos ketë njerëz që ndoshta ju mungon edhe buka e gojës. Pra ky është bash thelbi. Atëherë për këtë arsye u mendua se të organizohet kjo konferencë, e cila ishte një konferencë ndërkombëtare, sepse morën pjesë edhe persona që vinin nga jashtë, profesorë të nderuar nga katedra të ndryshme të botës. Dhe kjo konferencë ishte ndërtuar në dy pjesë. Pjesa e parë ishte pjesa që kishte bënte më shumë me anën teorike, pra se çfarë është drejtësia sociale dhe si realizohet drejtësia sociale nëpërmjet qytetarisë aktive, nëpërmjet pjesëmarrjes aktive të njerëzve, dhe pjesa e dytë ishte kaq interesante, ndoshta edhe më tepër, për faktin sepse ishin dëshmi konkrete, shembuj real. Shembuj real të këtij fakti. I pari fare që hapi konferencën dhe që nderoi konferencën ishte profesor Max Velo, artisti Max Velo, i cili foli për çështjen e drejtësisë sociale për sa i përket pikpamjes urbanistikës. Ai duke qenë arkitekt dhe piktor është shumë i përqendruar tek çështja e arkitekturës, tek çështja e ndërtimit. Eksakt. Ai ka bërë një analizë të hollësishme në botimin e tij të fundit, për sa i përket ndërtimeve pa leje, për sa i përket rregullimit të territorit, për sa i përket kaosit të tmerrshëm që është krijuar në Shqipëri pas viteve 90. Dhe ai parashikoi çështjen e drejtësisë sociale të lidhur me këtë fakt, me territorin, dhe bërë edhe një lidhje filozofike jashtëzakonisht interesante, që ai thotë që nuk mund të ketë drejtësi sociale, nuk mund të ketë një shtet të së drejtës me një territor të shëmtuar. Sepse kanë një lidhje gati shpirtërore, pra si mundet që një shtet të jetë i drejtë, si mundet që një shtet të ketë drejtësi sociale, kur ai nuk ka drejtësi sociale me territorin, me atë çka e rrethon, me atë që është përreth tij, dhe ka një situatë kaq kaotike që është sot gjendja me ndërtimet pa leje në Shqipëri. Për këtë dëshmojmë të gjithë në fakt, apo jo? Për këtë dëshmojmë gjithë mirërisht. Mendoj se kjo ka rrënë nga më të ndryshmet, po rrënë kryesore, mendoj që është edhe fakti i ndrydhjes së fortë që shkaktoi regjimi komunist, duke bërë që pjesa më e madhe e popullsisë, rreth 65% të jetonin në fshat, dhe qyteti ishte shndërruar gati në një vend arratisje, ku një vend në tokë premtuar, ku njerëzit mund të shkonin. Edhe kjo bëri pastaj që pas 90-s që të kishte një vërshim masiv dhe të pakontrolluar, sepse vërshimi do të ishte, dhe vërshimi nuk është i keq në vetvete. Urbanizimi një vendi nuk është i keq, por mënyra se si u bë është dramatike. Kam përshtypjen se kur bëhen të tilla konferenca, në qendër është qytetaria e një vendi. Sa aktive është qytetaria në Shqipëri? Dhe sa me anë të kësaj qytetarie ne mund të kërkojmë edhe të drejtën sociale, apo sa e marrim ne këtë të drejtë sociale? Qytetaria aktive është një përfshirje masive e njerëzve, e qytetarëve të një vendi për çështje që kanë karakter të fortë politik, karakter të fortë social, kulturor, karakter që ka të bëjë me të drejtat e personave, ka të bëjë me dinjitetin e tyre.
por nuk ka lidhje drejt për drejt me politikën, pra në kuptimin nuk kërkon zgjidhje politike, por kërkon zgjidhje konkrete të një padrejtësie konkrete. Edhe një shembull për i qytetarisë aktive për të qenë të freskët fare, ishte lëvizja masive që u bë kundër importit të armëve kimike. Pra kjo është tipike një qytetari aktive. Mi po kjo u bë sepse kishte pra pse ndodhi, se do të përpiqem ta shpjegoj këtu. Pse ndodhi kjo dhe pse shoqëria shqiptare duhet edukohet edhe me gjëra që janë më të vogla se sa kjo. Në të njëjtën formë edhe për gjëra që në pamjet parë nuk janë kaq emocionale sa që ishte kjo. Sepse edhe media pati një rol të jashtëzakonshëm në këtë aktivitet po sepse njerëzit pastaj e përjetuan si diçka që prek direkt shëndetin e tyre, familjet e tyre, fëmijët e tyre, të ardhmen dhe u ngritën në mënyrë kaq spontane, por ajo bashkë është thelbësore për atë qytetari aktive është të hutja e partive politike. Çka ndodhi në fakt? Në këtë rast si rrallë herë ndodhi. Ndodhi dhe këtë kërkon edhe qytetari aktive që partitë politike kanë një lloj aktiviteti i cili ka trajektorën e vet politike për zgjidhjen e problemeve, ndërsa qytetëria aktive bën një lidhje direkte me të njerëzve me fenomenin ose me padrejtësinë sociale konkrete që ndodh. Atëherë në këtë kontekst kërkoj edhe kjo konferencë që kur bëhet fjalë për çështje që prekin direkt dinjitetin e personit njerëzor, padrejtësi që shkaktohen direkt atij, atëherë duhet të ketë një lloj katalizatori masiv të njerëzve kundër këtij veprimi. Eksakt, një kundërveprim. Dhe kjo mund të bëhet edhe në formë masive, po kjo mund të bëhet edhe me grupe të vogla. Dhe për shembull kishim edhe të ftuar gazetaren e gazetës Zëri në Kosovë, zonën Arbana Xharra, e cila mendojnë është një mishërim i një shembulli të qytetarisë aktive në Kosovë, sepse ajo së bashku me gazetën e saj, me kolegët e saj, pra edhe në ambientin mediatik që është shumë interesant, ajo organizon një veprimtari tipike qytetarisë aktive kundër korrupsionit në Kosovë. Ajo për shembull ka bërë një analizë hollësishme të parave që kanë shkuar për projekte ndryshme nga Banka Botërore, nga Komisioni Evropian për shtetin e Kosovës dhe ka parë se si janë aplikuar këto me mungesa të jashtëzakonshme fondesh, me fonde që janë vjedhur dhe veprimtaria e saj nëpërmjet artikujve të gazetës Zëri ka bërë që ajo të shkojë edhe në gjyq me disa kompani që kanë fituar tender, në rastin konkret, padrejtisht në rastin konkret, padrejtisht. Ndoshta në fillim mund të kenë qenë në mënyrë korrekte të fituar tender, por pastaj ekzekutimi i tenderit, zbatimi i planit ka qenë korruptiv dhe problematik dhe ajo asaj është dashur që të përballet edhe me një gjyq, me gjyq në ty. Ka folur edhe kundër ekstremizmave fetare në Kosovë. Pra ishte një shembull konkret se si qytetaria aktive pastaj përkthehet në veprimtari konkrete, e cila mund të ketë karakter ta që thash masiv, po edhe veprimtari më të vogla. Për këtë arsye organizata Kod, pra që ishte Kod Albania dhe Caritasi, përpiqen që në aktivitetin e tyre jo vetëm të ndihmojnë njerëzit, por edhe të kenë veprime konkrete të qytetarisë aktive. Dhe këtë do ta ilustroj edhe me një shembull që është bërë. Ka veprimtarisë që bën për shembull Caritasi me organizatën Kod për sa i përket personave në nevojë që prekin atë pjesë të shoqërisë që ka të bëjë me persona me aftësi kufizuar. Ne kemi disa projekte që ndihmojmë këta persona në gjithë Shqipërinë, pra në Shkodër, në Lezhë, në Mirdit, në Fushkruj së fundmi. Por përveç kësaj ne kemi organizuar edhe një studim me disa organizata të tjera për të parë gjendjen e mjerueshme në cilën ndodhen këta persona që nuk kanë patur mundësi të kenë akses tek qendrat tona, por që ndodhen nëpër familjet e tyre, sepse është impulsi më i fortë që mund t'ju jepet këtyre personave për të kaluar këtë situatë është që ata të jetojnë në një bashkësi dhe ku të ketë mundësi edukimi, mundësi lojrash, mundësi aktiviteti social që këta dalin pra nga ky lloj burgu shpirtëror ku ndodhen në familje të përfshihen, eksakt, përfshihen. Dhe për këtë arsye ne kemi bërë një studim i cili është prezantuar edhe strukturave shtetërore për të parë se kush është elementi më i domosdoshëm, më i rëndësishëm për këta persona, për sa i përket veprimtarisë me këta persona, përfshirjes tyre sepse shteti nuk mund të ndalohet vetëm në një pikë duke, si thua, duke larë duar, duke i dhënë një 80.000 lekë vjetër në muaj këtyre personave.
Se kjo është si thua, unë e bëj detyrën time sepse i ndihmoj me një shumë mujore të përhershme, por nuk është kaq, njeriu nuk është kaq, nuk është një shumë parash, nuk mund të reduktohet veprimtaria për ndihmën e një personi njerëzor vetëm me kaq. Për këtë arsye kemi prezantuar pra këtë dhe jemi përpjekur që së bashku me organizatën Kod Albania edhe me grupet e tjera të vullnetarëve të organizojmë aktivitete ndërgjegjësimi për veprimtarinë përfshirëse për këta persona, për të ndihmuar këta persona. Të njëjtën gjë kemi bërë edhe me personat që janë të smur me kancer, që quhen tashmë me një term që rëndon përdorur të smur terminal. Të smur terminal, Karitasi Shqiptare është i vetmi institucion që i asiston këta persona. Çfarë bëhet konkretisht? Ne kemi një projekt i cili është në zonën e Elbasanit, të Laçit dhe të Shkodrës. Jemi munduar pak edhe Genta duke patër mundësi të reduktuara që kemi që shkojmë aty ku problemi është më dramatik, sepse Elbasani dhe Laçi për shembull për shkak të ndotjes kanë numër jashtëzakonisht të madh personash me kancer, po. Dhe Spitali Shqiptar çfarë bëjnë sot? Në momentin kur diagnostikohet i bëjnë një terapi intensive dhe pastaj i thonë mund të shkosh në shtëpi, po. Ndërsa ne nuk ndalohemi me kaq, ne kërkojmë që ta asistojmë të person deri në momentet e fundit të jetës sepse ai është person njerëzor me dinjitet deri në momentin e fundit të jetës derisa Zoti i jep atij jetë. Dhe për këtë arsye ne kemi organizuar grupe të shërbimit të personave drejt përmbylljes së jetës. Këta grupe janë një mjek, një infermier, një asistent shpirtëror, një psikolog, sepse këta shkojnë pastaj të gjithë së bashku nëpër shtëpiat e këtyre dhe rrinë me ta, i ndihmojnë, pradhojnë edhe pak dashuri. Nuk është çështja vetëm që ata të mund të marrin një ilaç, por çështja është për ta bërë që të ndjehet një person jo i vetmuar në momentet më dramatike të jetës së tij, sepse përfyturoni për një çast një person i cili di diagnozën e tij të tmerrshme dhe ka vetëm pak muaj jetë, pak ditë jetë. Dhe ky projekt ka dhënë një rezultat jashtëzakonisht të rëndësishëm mbi të gjitha njerëzor që është i padiskutueshëm. Mbi të gjitha njerëzor, dhe kjo është një çështje tipike e drejtësisë sociale dhe qytetarisë aktive. Personi njerëzor duhet të respektohet si tillë që nga momenti i ngjizjes në barkun e nënës deri në momentin e fundit të jetës së tij. Nuk mundet pra që ne themi atëherë, meqenëse diagnoza është e tmerrshme dhe nuk kemi çfarë të bëjmë, ai do të drejtohet në shtëpi dhe të lihet dhe të braktiset. Por të asistohet pra në çdo moment të jetës së tij. Dhe kjo ishte një element tjetër të qytetarisë aktive sepse e kemi ngritur këtë shqetësim nëpër struktura shtetërore, nëpër struktura spitalore dhe kërkojmë që të transferohet një model evropian edhe në strukturat shëndetësore shqiptare. Atje për shembull ka një strukturë të ndërmjetme, tashmë në të gjitha vendet e Komisionit Evropian, që është një strukturë që quhet hospice. Pra është struktura e mikpritjes sepse nga spitali deri në shtëpi ka një hendek shumë të madh. Për sa i përket ndihmës ndaj këtyre personave, atëherë këta persona në vendet e Komisionit Evropian kanë ngritur këta struktura që quhen hospice, që janë strukturat që bëjnë kurat lehtësuese, po. Dhe bëjnë kurat që quhen kurat paliative ose në shqip kurat lehtësuese. Sepse ne nisim nga një parim jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe kjo dua ta theksoj edhe përballë televizionistëve të Channel One që nuk ka sëmundje të pakurueshme në botë. Ka sëmundje të pashërueshme, por jo të pakurueshme. Pra për të kuruar do kurohet për herë personi, edhe kur është i smur me kancer, edhe kur e dim se ka qoftë edhe një ditë jetë, ai duhet kurohet, sepse kura është përkujdesje. Është dashuri, është përkujdesje dhe ti përkujdesi nuk mund t'ja mohosh askujt për rrjedhoj asnjë personi, për më tepër një personi i cili është i smur me kancer. Nevoja për dashuri. Po. Ndërkohë Arbana Xhara ne na dha rikthehen prapë tek ajo sepse na dha një shembull jashtëzakonisht të guximshëm, edhe që mendoj që është një shembull që duhet ndjekur edhe nga mediat shqiptare dhe përgëzoj në këtë rast edhe grupin mediatik Ora News, Channel One, sepse njerëzit tashmë vërejnë, shikojnë të këta dy televizione një qasje jashtëzakonisht korrekte ndaj mjaft problemeve sociale. E kemi vënë re edhe para në muajin dhjetor një bashkëpunim i Ora News me Caritasin shqiptar për shembull për disa familje të varfra që ishin, pra një rritje të ndjeshmërisë, është një lloj qytetarie aktive mediatike, nëse mund të shprehem kështu, në këtë rast, pra në rastet konkrete. Megjithatë, Berti, kam përshtypjen se është nevoja për më shumë. Për të hedhur pak kështu vëmendjen dhe tek instancat qeveritare, apo jo? Patjetër që po, por nuk do të harrojmë diçka. Instancat qeveritare e kanë në natyrën e vetë të brendshme një luftë të heshtur kundër qytetarisë aktive.
instancave qeveritare. Se kjo është opozita e vërtet, në fakt. Eksakt. Ata nuk duan një qytetari aktive, ata duan një qytetari të fjetër, të mesht, që ata të bëjnë me lehtë punën e tyre, ata të bëjnë me lehtë edhe ndoshta veprimet e tyre korruptive, ndërkohë që një qytetari aktive është një problem jashtëzakonisht dramatik për pushtetin politik. Atëherë kjo do thotë që njerëzit do të jenë për herë e më të ndërgjegjshëm, do thotë që do t'i bashkohen njëri tjetrit kur ata besojnë realisht në një kaos të vërtet, në një kaos të ndershëm, në një kaos korrekte për një problem që është me të vërtetë dramatik dhe që prek jetën e secilit prej nesh. Dhe Shqipëria ka patur plot të tilla në fakt, dhe reagimi qytetar herë ka qenë, herë nuk ka qenë, herë ka qenë pjesërisht, sepse edhe vetë grupet që ngrihen për të reaguar kanë përçarje mes tyre. Jo, natyrisht që po politika e sulmon shumë qytetarinë aktive për motivet që thash më tepër, sepse politika do votuesit e saj, nuk do qytetar aktiv të lirë. Sigurisht, sepse qytetari aktiv për natyrën e tij është i lirë. Dhe kjo pa edhe në faktin që ishte edhe mundësia konkrete e instrumentalizimit të lëvizjes që u bë për importin e plezhrave, dhe por kjo mbeti e tillë pas deri në momentin e realizimit të qëllimit të saj. Pra të tilla duhet të jenë lëvizjet e qytetarisë aktive, por jo vetëm për çështje kaq madhore, për çështje të vogla që në pamje të parë mund duken të parëndësishme, por që janë po kaq të rëndësishme sa që ishte ajo e nëntorit. Në fakt ashtu është, sepse duke reaguar kështu ne mësojmë të themi që jemi këtu edhe kemi drejtën e vendimarrjes, siç ishte rasti konkret. Patjetër, pushteti është i njerëzve të lirë dhe njerëzve të ndërgjegjshëm. Njerëzve që e kuptojnë që nuk duhet, për shembull, nuk duhet shitur vota, nuk duhet rendur pas partive politike pa një ndërgjegje thellësisht kritike, nuk duhet bëhemi viktima të partive politike, të politikanëve të pushtetit kur çështja për probleme që prekin drejt për së drejti dignitetin tonë, familjeve tona, të njerëzve, të nxënësve, të studentëve. Për lloj, qytetaria aktive pa do të bëhet për ditë, do të bëhet diçka e përditshme, nuk do të bëhet një herë në nëntor kur u bën motivin për paradoks Siria. E kuptoj. Pra po duhet mund të ndodhi që nuk është e mirë. Po sigurisht mund ndodhi çdo ditë për ndotjen që kanë Shqipëri pa patë nevojë për të na ardhur. Mund ndodhe për faktin që t'jepet fund një herë mirë, siç e tha artisti Max Velo, në ndërtime valeje, t'jepet fund një herë mirë probleme me transportin urban. Gjënjet mirueshme janë. Jo më lart se nesër është grev 24 orëshe. Pra Tirana do të jetë pa transport urban. Po, pa transport urban. Pra janë gjithë këto gjëra që grupet konkrete që janë më të prekura nga diçka e tillë duhet të organizohen në mënyrë tillë që qytetaria aktive të shprehet në mënyrë konkrete, me vëmendëri konkrete të tyre. Karitasi, në fakt ne jemi rritur duke e parë të tillë, por dhe aktiviteti i tij të bën ta shohur si shpresdhënës. Si një vend ku gjej mbështetje, por përtej asaj mbështetje ndoshta financiare apo ndihmës të përkthyer në ushqime apo veshje, është ndihmë e madhe morale. Cilat janë objektivat për 2014-ën? Sigurisht ju e thatë shumë bukur Genta, sepse Karitasi ndihmon rreth 80.000 persona në vit. Vetëm po ta mendojmë për një moment, 80.000 persona që të paktën një herë janë drejtuar zyret Karitasit në gjithë Shqipërinë. O në qendra shëndetësore, o në qendrat e ushqimit, o në qendrat e veshmbathjeve, o tek motrat e nëntërezes, o në famullit, pra 80.000 persona në vit kanë të paktën një herë të bëjnë kontakt me Karitasin. Dhe ne përpiqemi dhe bëjmë vazhdimisht kurse edukimi për vullnetarët tanë që kur ndihmohet dikush të ketë një kontakt fort njerëzor me atë person, që ai person të bëhet një pikë referimi për një person tjetër që ka nevojë, pra të ketë një lloj zinxhir njerëzor, një zinxhir njerëzor ku Karitasi të shndërrohet vazhdimisht në mënyrë të qëndrueshme në një element edukues për personat. Nëse dikush të ka ndihmuar, ti ndihmo dikë tjetër. Pra si imazh i Zotit që është personi në nevojë që ndodhet përballë teje. E qartë. Është në fakt në thelb është besimi. Është dashuria njerëzore. Është dashuria e Zotit që manifestohet tek dashuria për personin si bashkëvëlla i të njëjtit atë, pra që është Zoti i vetëm në qiell. Atë për këtë arsye, Karitasi shikon personat në nevojë pa dallim feje, race, etnie, ngjyre, fytyrë, apo sepse është njeri dhe për lloj është imazhi i Zotit, si i tillë. Për lloj duhet ndihmuar. Atëherë pra në këtë kontekst Karitasi shndërrohet në një qendër jashtëzakonisht të fortë edukimi për drejtsinë sociale, që është parimi kryesor i Karitasit. Patjetër, duke ditur kështu. Pra, ne si qytetar nga jashtë shohim që atje njerëz vinë dhe marrin ndihmë.
ka nga ata persona që vinë dhe japin ndihmë për Caritasit për të përkthyer kjo pastaj në ndihmë për nevojtarët? Patjetër që ka, është në nivel që le për të shruar akoma për faktet që Shqipëria ka akoma probleme të thella, do një pjesë shumë e madhe e popullsisë është akoma me probleme ekonomike, por ka shembuj jashtëzakonisht shumë të personave që vinë ndihmojnë duke dhëruar diçka, duke dhënë një sasi parash, duke dhënë ndonjë mjet të shtëpiak, duke dhënë rroba, por ka edhe persona që dhurojnë kohën e tyre, edhe këta janë vullnetare, të cilët dedikojnë kohën e tyre sepse ne tham kur përmendëm edhe personat e smur terminal, që ata nuk kanë nevojë për gjë tjetër, ata kanë nevojë për një prani njerëzore në këto momente të jetës së tyre. Dhe mirënjohja kam përshtypjen vjen natyrshëm. Sigurisht se mirënjohja vjen natyrshëm dhe mirënjohjen e shikoj edhe tek ju dhe tek fakti që vëmendja që na dëshmoni për ta bërë të pranishëm punën e Caritasit, jo vetëm për ata personat që përfitojnë nga Caritasi, ndihmë, por edhe për personat e tjerë që nuk kanë bëjnë me realitetin e Caritasit, por që shikojnë një vëmendari të tillë. Dhe për këtë ju falenderoj shumë edhe grupin tuaj mediatik. Patjetër që për ne është shumë kënaqësi dhe detyrim njerëzor mbi të gjitha. Berti, problematikat janë të shumta. Bëhet fjalë për një Tiranë plot me probleme, po në rrethe si funksionon, si mund të jetë një person në një zonë ndoshta paksa të izoluar në kontakt me Caritasin, ka vullnetarë të cilët janë pranishëm? Po, patjetër Caritasi në fakt ju dole tamam tek një pikë e fortë e Caritasit. Pika e fortë e Caritasit është që rrjeti ynë është i shtrirë kudo në gjithë Shqipërinë, po sidomos në zonat e thella, në fshatrat malore ku ka patur një migrim masiv të brendshëm, pra personat që janë zhvendosur nga këta fshatra në zonat përreth Tiranës, në Kënetën e Durrësit apo në fshatrat Buzdetit. Atëherë ne çfarë kemi bërë, duke kuptuar që në këta zona, duke qenë se popullsia është reduktuar në mënyrë drastike, atëherë shërbimet sociale atje janë thuajse siç edhe qendrat shëndetësore. Pa, nuk ekzistojnë. Atë çfarë kemi bërë? Ne kemi ngritur qendra 54 qendra shëndetësore dhe të asistencës pikërisht në këta zona ku ka shumë pleq, ka shumë të smur dhe ka shumë fëmijë. Sepse pjesa tjetër, pjesa ndoshta më aktive është transferuar në kërkim të një jete më të mirë poshtë. Atëherë për këtë arsye Caritasi pra ka jashtë vëmendjes mediatike dhe ju bëhet mirë që thatë, është pikërisht në këta zona, po ju përmend vetëm disa. Ne kemi qendra në Dushajt të Tropojës, në Kiraj të Dukaxhinit, në disa fshatra të Pukës, në Mirdit, në Korç, në Sarand, pra kemi në Lushnjë, disa fshatra të Lushnjës, kemi kudo pra 54 qendra të tilla që përpiqen që të ndihmojnë dhe të japin një shembull konkret, shembull edhe edukues pra, për të thënë shtetit që ne jemi këtu dhe bëhet në këtë formë. Jo zëvendësim të shtetit, ne nuk zëvendësojmë shtetit, është detyrë e shtetit që të përmbush detyrat e tij si strukturë publike. Por ne përpiqem të japim shembull tonë duke ndihmuar konkretisht, por edhe duke edukuar për ndihmë. Ka qenë një bisedë shumë produktive. Unë ndërkohë kërkoj linjën në studio. Kam Klevisjen ose Stella? E gati Genta. Jeni gati. Më lejoni të dëgjuar plot vëmendje. Po patjetër, Bert, shumë faleminderit për gjithçka që ti na bëre të ditur dhe të uroj shumë punë të mbar në këtë mision kaq fisnik dhe paçi jetë gjatë. Ju uroj edhe unë ju gjithë mirat edhe gazetarëve në studio dhe gjithë teleshikuesve dhe ju falenderoj edhe një herë sepse çdo punë e Caritasit, çdo punë e organizatës Code që bëhet e ditën nëpërmjet mediave është një nder i madh në punën tonë, një favor i madh për drejtsinë sociale për qytetërinë aktive sepse e marrin vesh të gjithë njerëzit nëpërmjet valeve tuaja. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit ju. Kështu, pra miq, kjo ka qenë intervista jonë e radhës, shumë produktive kam përshtypje, një lloj nxitje për të na bërë gjithë të kuptojmë që duhet të jemi aktiv atëherë kur duhet dhe pse jo, të jemi më të lidhur me Caritasin kështu për të ndihmuar që ndihma jonë të përkthehet në ndihmë për ata që kanë më shumë nevojë. Unë ju falenderoj Genta, falenderojmë shumë. Unë të mbarë në vazhdimësi, do të jemi nesër në një lidhje tjetër me Genta, sigurisht ndoshta të dedikuar festës së Shën Valentinit, por kjo mbetet për të diskutuar në mbledhjen tonë te jetë produktive pas. Sigurisht, ka ende kohë për të vendosur se çfarë do të ketë nesër, rëndësishme që dhe nesër do të jemi të përfshirë brenda atmosferës së 14 shkurtit dhe festave. Gjithsesi, sot pas kësaj bisede kaq të vlefshme bëhemi gati për të referuar sërish të fëmijëve, janë ata në fokus her pas here për të këshilluar e për të marrë pse jo sa më tepër vlera në lidhje me sjelljet dhe gjërat që duhet bëjmë me ta. Sot do të kemi një psikologe në studio që do të flasë për tekat e fëmijëve. Tekat e fëmijëve të cilat duket se janë të pafundme. Ata të cilët kanë fëmijë mund ta dëshmojnë më së miri këtë gjë. Zgjidhja, çfarë duhet bërë, si duhet jetë sjellja e prindërve përballë këtyre fëmijëve,
Këtë ne do ta shpjegojmë pas pak në bisedën tonë me të ftuarën e parë, e cila do të vinë në studio pasi të ketë ardhur Ingrid Gjoni dhe Gjeto Luta, që në fakt na kishte munguar. Ja ku e sjellim sot për të ndezur atmosferën e One Morning dhe për të bërë gati që të mi presim pra dhe mikeshën tonë. Vetëm pas pak.